mos i përshkruaj Allahit ortak, rival, shoq në adhurim. Edhe nëse të mytin, edhe nëse të djegin, Allahu është një. La ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Ata çka po thënë krishterët, po thënë Allahu ka zbrit Allahu Isa, o bon Isa i biri Allahut, Allahu o bon Isa o bon Allah, Allahu akbar walillahil hamd. Subhaneke ya Rabbi. Trinitetin që kanë krishterët. O mytën të jo festua, a janë shirk. Allahu është një, la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. As Allahi s'ka zbrit me hi të Isa, se Isa i biri Merjemës është. Merjemja e ka lind dhe ka bardh 7 zone, e ka lind Isën. Allah ja ka quar shpirtin Isës me fuqinë e tij të plot absolute. E nuk është Zot. Po idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, Allahu po i thot Isës: "A anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahayn ithnayn min dunillah?" O Isa i biri Merjemës, a ti për ju thuash njerëzit me të konsiderua ty Zot përveç Zotit? Kale subhanek, asësi tje i lartë madhruar ja Rab. Isa i ka përthën, në Kur'an e kemi. Kale in kun të kultu, nëse unë ashtu i këmë thonë, fëkad alimta, ti e dish, talemu ma fi nefsi, wala alemu ma fi nefsik, ti e dish ka ja Rabbi që ka mund shpirt, e unë nuk e di të këti. Së mund të me kënë Isa i biri Zotit. I biri Zotit dhe me ka Allah i pas ka grua, pas ka nevoj për kontakt me grua, stakfirullah. Subhanahu wa ta'ala, Allahu është krijuesi i gjithësisë, nuk ka nevoj për askënd, të gjitha krijesat kanë nevoj për te.